Sahih al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Imam Bukhariu, Allah pas mëshiruar, në vazhdim, ceknëm kapitullin rëndësia e dijes, respektivisht hadithin 73. An ibn Umar radiyallahu anhu qal, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا نائم أتيت بقدح من لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج من أظفاري ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب قالوا فما أولته يا رسول الله قال العلم. Ibn Umeri, Abdullah ibn Umeri, radiallahu anhu, Allahu qoftë i kënaqur me të, tregon se e ka dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë: përderisa isha në gjumë, në andër, ka pa andër, më usall një gotë me qumsht, me tamel, nga e cila për asaj gote piva tamel. Piva shumë tamel. Atë shumë piva tamel, sa që pash duke rjedhur në përgishtrin të mi. O musha me tamel. Pastaj, pjesën e mbetur të tamlit, të qumshtit në gotë, i adhash Omerit radiallahu anhu. E thanë, dikush për shokëve tina, si e komentan këtja Rasulullah, tha, është dituria, ilmi, dija. Andrat e pejgamberve, alejhimus salam, janë hak. Andrat e pejgamberve janë hak. Të gjitha. Përkundër andrave të njerëzve, të thjeshtë, të cilat mund të jenë hak, e që nën kupton prej Allahut, por mund të jenë prej shejtanit, dhe kjo shumë herë, e mund të jenë edhe për nefësit të tyne, respektivisht me ata çfarë janë preokupuar gjatë ditës, ju shfaqet natën. Andaj mund që përzihet andra, njerëzve të thjeshtë. A thuash për Zotit, a thua për i drejtësit, të pejgambert, dëshan çështja. Andrat pejgamberëve janë hak, madje janë shpallje, janë hak. Se që ka ndodhur, Ibrahimit alayhi salam, i cili pa ndër, se për pret kurban, për therë për kurban, birën e vetë. Dhe i tha, inni ara fil menam, enni adhbahuk, unë andër për kumpa, më është faqër në andër, me të thirë të kurban. Jusuf alayhi salam atje më vonë, edhe e pa andër. Kali ja ebeti, inni rejtu 11 kaukaban, wa shamsa, wa l'kamara, rejtuhum li sajidin. O babë, fmi vogëlaj. O babë, andër, kampanja andër. E pash 11 yje. Hanë dhe diellin, banën 13. Të gjitha më përullin mua. Kjo sabi, i rijo kanë. Por andra i doli hak. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe sahar ka pa andra, të cilat i kanë dalë hak,
se fjala vija andra se me kasit luftën e Bedrit janë pak më numër dhe i përgëzoj shokët e tina. Ose andra atje se do të hynë në Mekë, kanë mëshiru Mekën. Kanë mëshiru, e që është në dorë të dhejtarëve, dhe ashtu i doli andra. Po edhe këtë ras këtu. Kë i bekuar, për të regën këtë andër që e ka pa. Dhe kja andër këtë rast, ishte, kër ju afrua, një gotë qumsht. Tas, gotë. Dhe fillej të pi. Pe, deri sa ngap. Atë shumë më ngap, qa që këpa thot, qatë shumë pina tamel, sa që sikur se tameli më dilë këtë pi gishtave, pra mush trupi, s'ka venë. O mbosha me tamel pina shumë. Pastaj, pjesën e mbetur, ja afrova Omer ibn al-Khattabit. Pjesën e mbetur të tamelit, të qumshtit, ja afrova Omerit. Shokët e vetë, se zakonisht të interesuar shumë me përfitu, thënë ja Rasulullah, e ty shë komentove këte, pra këtë andër, këta tamel, që e pive, o mushe me tamel, e mbet një pjesë, ja dhe Omerit. Ty shë komentove këtë andër. E i bekuar tha me ilm, me dije, pra tamli simbolizon dijen. Tamli simbolizon dijen. Qumshti simbolizon dijen. Imam Nevaviu, Allah e pas më shëruar, në koment të këti hadithi, pastaj Ajni, dhe ulemat të tjerë, kanë thonë se të komentuarit e tamlit apo të qumshtit, se është për qëllim dia, kjo është për faktin se të dyja, edhe tamli, edhe dia, janë shumë të dobishme. Tamli është pazavendësueshëm për shëndet. Dia është pazavendësueshme për mendje, për logjik, për tru. Madje dia të vynë për këtë dynjan, po të vynë edhe për ahiret. Dyjat janë shumë të rëndësishme. El-Muhallab ka thonë, pamja andër e qumshtit, shumë herë njeriu shë andër e qumshtit. Po kjo është dobi tash, që mund përfitohet. Pamja andër e qumshtit sinjalizon në tërshmërinë, ose dijen dhe Koranin. Kjo për faktin se i posa lindur i fëmiu i vogël, senin e parë që ka e merë, është tamli, qumshti. Pastaj me të fëmiu mbijeton, rritet, zhvillohet. Ashtu sikur se që me zemër, me dije, mbijeton zemra. Me dije, zemra është gjallë. Kështu që nga ky kënd përputhet tamli me dije. Por mund të sinjalizoj edhe për jetë. Sepse qumshti merret që në vazhli. Dhe me të jeton robi. Po dija dhe dija është jetë. Mund të sinjalizoj hajër të madh. Pe qumshtit ka hajër. Këtë dynja. Por qumshti tamlit cikët dhe në ahiret
sepse Allahu ka thonë se atje ka lumenjë të veçantë të cilët janë prej qumshtit. Pra mund të sinjalizoj edhe pasuri halal të mirë. E pejgamberi alayhi salatu wassalam e komentoi tamën e për qumshtin me dije tek Omeri, nga se ai kishte fitrën, atërshmërinë e shëndosh Omeri, e kishte dinin e shëndosh, imani. E dija është pjesë e saj, në shtohet hala, shtohet se në atërshmërisë e fitrës. Kjo ndër e veçuar për Omerin është specifik për te, është privilegj për te, është kompliment për te, është përgëzim, si hareq, thuj si të dush. Se është si hareq përgëzim, paralemrim, se ai do të ngritet me dije lartë. Kjo për faktin se ai piu qumshtin që kishte pi pejgamberi, që la pejgamberi, e që nën kupton një specifik të madhe për te. Pra mërët ka marrë dije të pejgamberit, dhe pejgamberi sikur se ka dhënë një pjesë të dijes së dinit, dhe kështu edhe në realitet ka qenë. Për ata Omeri, radiallahu anhu, është meritur shumë, me dije, me larpamësi, me urtësi. Omeri i veçantë, shumë i veçantë. E ky hadith, për pas tjera shpra, përmendet edhe për të treguar mirësit e Zotit ndaj këtij burrit të madh, Omerit radiallahu anhu, që Zoti e dallai. I dha dije të shëndosh, dijen që kishte një pjesë të dijes që kishte dhënë pejgamberit të tij Allahu, sepse është i njëjti tamel, i njëjti qumsht, për të njëjtës anë. E kjo e bën Omerin edhe më të ngritur, e natyrisht ne si ehli sunnet nuk dyshojmë se Omeri është burr shumë i madh, është më i madhi i sahabëve më njëherë pas Ebu Bekrit. Është edhe më i dijshmi ndër të gjithë pas Ebu Bekrit. Edhe kjo me pranimin e të gjithë sahabëve. Dhe tek shumica absolute e muslimanëve, Omeri vije me një rang pas Ebu Bekrit, radiallahu anhum të gjithve, për të gjithë, e që të gjithë janë të ngritur të Allahu, por me gjithatë disa dallojnë prej disave. Allahu qoftë të kënaqur me Omerin e me shokët Omerit, po edhe me neve. Ja Rabbel Alemin, Allahumma amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. صحيح البخاري